Të dashur shqiptar, nëse ju kërkoni të fitoni çamërinë, do ta fitoni vetëm me luftë, siç e fituat Kosovën. Jo me libra etimologjik, jo me veprat e rilindasve tanë që thonë që ne jemi pellazg, sepse kjo është e rrezikshme, do të thotë i themi neve pushtuesve gjysh. Që ta dini ju, fisi më i lirë nga të gjithë ilirët ishte fisi Mollosoi, që është numri shumës në greqisht i fjalës Molossos me 2 s dhe varianti tjetër, po ashtu Iliro-Helen Mollotos me 2 t. Kjo fjalë Mollotos është krijuar një lloj si litos dhe lissos, gur i lëmuar në gjuhën e Kretës. Pra Lezhë ka qenë koloni e Kretës, edhe Mollosia ka qenë koloni e Kretës, dhe këtë e dim nga personazhi Molos. Ka kuptimin njëri i lodhur, i shqetësuar, njëri i betejës në gjuhën greke. Është emër grek. Neritan Ceka dhe arkeologët shqiptar thonë që tekstet e gjetura në qytetet ilire janë greke, por emrat janë ilir. E pra këta emra ilir në Lissos dhe në Mollosi janë emra të dialektit të Kretës. Është një gjuhë greke, kuptoni apo jo? Edhe tekstet e gjetura në këto pllaka në Mollosi janë greke, jo shqiptare. Kjo fjalë nuk ka lidhje fare me gjuhën shqipe. Në fakt, ne kemi zbuluar që gjuha ilire është shkrirë me gjuhën helene dhe me atë maqedone, një tjetër dialekt helen, dhe kjo shkrirje është bërë në bibliotekën e Aleksandrisë, aty nga mesi i shekullit të 4 para erës sonë. Merrni frym thellë. Arsyeja vetme pse ne kemi fjalët ilire është sepse ato janë regjistruar në regjistra helen si fjalë helene. Helenët kanë shkrirë ilirishten, maqedonishten dhe helenishten, dhe është krijuar gjuha e perandorisë maqedone, perandoria më e madhe të gjitha kohrave. Kjo është arsyeja që ne kemi fjalët ilire dhe doja sjell unë që të gjitha, vetëm durim. Pra, në gjuhën helene, molos me një o të gjatë do thot lodhje, përpjekje, mundim dhe përpjekje në betejë, zhurmë e betejës. Moleo ka kuptimin që të sjellësh dikën në gjyq, të përplasësh me të si në betejë, në sallën e gjyqit. Në dialektin ilir të Kretës, molio do të thot të hedhësh dikën në gjyq, të paditësh atë. Molus do thot i lodhur në betejë. Dhe molis ka dhe kuptimin mezi në gjuhën greke. Pra këto janë fjalët ilire. Dialekte helene, ilirët flisin greqisht. Kjo është në gjuhën latine, moles ka kuptimin bar, pesh. Molior ka kuptimin të përfundosh diçka me shumë vështirësi. Pra, në gjuhën greke kjo është me një o të gjatë. Në fjalorin e Hezikësit të Aleksandrisë është me një o të shkurtër, emri Molosëve. Ky është ndryshimi. Në greqishten e Atikës është molos me një o të gjatë, në gjuhën ilire ishte molos me një o të shkurtër, është dhe emri Mollosia. Po ashtu Mollotia me 2 t. Është dhe personazh mitologjik. Molos konsiderohet të ishte babai i Meriones. Molos ishte i biri i Deukalionit. Vjen nga folja molio, ka kuptimin përplasem në gjyq, si në betejë. Është dialekti Kretës, dialekti i ilirëve molos. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, në fjalorin e Hezikësit të Aleksandrisë janë regjistruar fjalët ilire dhe në Aleksandri është bërë shkrirja e greqishtes dhe ilirishtes. Ilirishtja nuk ka vdekur,
Ilirishtja është në trupin e gjuhës greke të sotme. Këto folje fliten edhe sot e kësaj dite në gjuhën e Kretës. Kjo është ilirishtja. U kënaqet. Pra, e njëjta gjuhë e folur në Lezhë ose Lisos dhe Litos është e njëjta gjuhë e folur nga Molosos ose Molotos. Këto janë ndryshime fonetike që ndodhin vetëm në dialektin e Kretës. Në Kretë madje ekziston perëndia Molos, e cila kishte dhunuar një nimf dhe ja presin kokën, dhe është një festival edhe sot e kësaj dite në Kretë, festivali i djalit bastard të Deukalionit, Molus. Procesioni i njerëzve që lëvizin në këtë lloj karnavali ose festivali është që të mbajnë në supet e tyre statujën e një perëndie pa kokë. Është festival në Kretë i perëndisë Molos. Molosia ishte krahin e banorëve të Kretës në Iliri, koloni e Kretës. Ata flisnin dialektin e Kretës, po ashtu edhe në Lezhë, Lisos, ishin banorët e Kretës, kolonistë. Nuk u vjen pak rënd nga vetja që unë duhet t'u sjell këto zbulime? Këto zbulime mund të kishte bërë shumë mirë Akademia e Shkencave të Shqipërisë, sepse unë ja dorëzova në vitin 2004 fjalorin falas. Nuk e donin. E kam botuar në serverin e Kalifornisë falas, nuk e marrin. Sot mund të marrin. Pra janë si struci që e fusin kokën në rër dhe kanë mbledhur të gjithë pllakat helene dhe thonë që janë ilire, sepse gjoja emrat janë shqiptar, por teksti është grek. E pra dhe emrat që kanë grek nuk janë shqiptar, sepse Hasan Ceka nuk e di dialektin e Kretës, nuk ka udhëtuar në Kretë, nuk e ka iden që banorët e Kretës flasin dialektin ilir të mollosëve. Problemi nuk është me Neritan Cekën, as me Kocaqin. Problemi është me të gjithë akademinë tonë, nuk e kuptoni. Problemi është me rilindasit. Problemi është me profesorët që japin mësim të historisë. Me një herë duhen hequr të gjitha librat e historisë, e kuptoni apo jo? Këto fise që po studiojmë ne si fise shqiptare, janë fise greke, flisin greqisht. Është turp. Por dhe ilirët më në veri, në Dalmatsi, flisin greqisht. Të gjitha qytetet janë me emra grek, personazhet e të gjitha këtyre miteve janë greke, dhe tekstet janë në greqisht. Po ashtu edhe në Dardani. Qytetet janë greke, tekstet janë greke, monedat janë greke, emrat e mbretërve janë grek, jo shqiptar. E kuptoni cili është problemi? Që populli shqiptar është formuar mbas rënies së perandorisë romake. Gjuha shqipe ka lindur mbas shekullit të 4 të erës sonë. Nuk ka patur gjuhë shqipe në periudhën kur mollosët kanë qenë në Iliri. Grekët i quanin barbar, po barbar në greqisht do thotë të flasësh dialekte të tjera, jo njëri huaj. Gjuha e mollosëve ishte e pakuptueshme për grekët, sepse kishte evoluar si gjuhë e veçantë e ishullit të Kretës, por gjithsesi është me origjinë greke. Ka kuptimin përpiqem në betejë, e kuptoni apo jo? Ndryshimi vetëm midis gjuhës mollose dhe asaj greke është ky. Molos është me o të gjatë në greqisht. Molos është me o të shkurtër në gjuhën e Kretës dhe atë ilire. Unë e kam në re që edhe Facebook, edhe YouTube i zvoglon numrin e shikimeve. Nuk ju pëlqejnë drejtorit të këtyre shërbimeve që gjuha ilire ishte gjuhë helene. Nuk duan të shqetësojnë shqiptarët, duan që ju të bëni
klikime, mi por shqiptarët në këto filma nuk do bëjnë klikime, sepse nuk do i pëlqej që gjuha ilire pas ka qenë helene. Pra, nga aspekti i biznesit, këta filma nuk janë të përshtatshëm për rrjetet sociale. Megjithatë, ju përpiquni të shikoni këto filma. Është një detyrë kombëtare që të ngrejmë ndërgjegjjen e shqiptarëve, që të mos besojnë më që janë ilirë, se është e turpshme dhe shumë e rrezikshme, sepse këtë po shfrytëzon Greqia për të bërë shkrirjen ekonomike, politike, shpirtërore të Greqisë me Shqipërinë dhe Kosovën. Ne po i ndihmojmë grekët me këtë gjë, duke pranuar ilirët si shqiptar. Ilirët nuk janë shqiptar, flisnin greqisht. Këtë ka mësuar gjithë bota përveç jush. Kur do i vini gishtin kokës dhe ta studiojmë historinë tonë që nga periudha historike e Skënderbeut dhe më vonë. Nuk kemi dokumenta më të hershme për gjuhën shqipe. Ju lutem hiqni dorë nga ilirët sepse ata flisnin greqisht. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.